Detaje të reja dalin lidhur me atentatin mafios që ndodhi te rreth rrotullimi në afërsitë të aeroportit të Rinasit. Persona ende të pa identifikuar që luan me breshëri ndaj makinës ku ndodhej viktima, Gilmando Dani dhe i plagosuri. Nga atentati mafios mbeti i vrarë shoferi i mjetit ndërsa pasagjeri mbeti i plagosur. Mësohet se viktima, Gilmando Dani, është krau i djathtë i grupit kriminal të Emiliano Shullazit, ndërsa i plagosuri është pasagjeri me mbiemër Muça. Viktima, person me precedent penal, kishte pak kohë që kishte dalë nga burgu dhe se makina me të cilën ai qarkullonte ishte e blinduar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.